Rreshtet e shiut të ditëve të fundit kanë shkaktuar probleme në të gjitha rrugët rurale të bashkisë së Bulqizës. Sipas nënprefektit Avni Muliu, më problematike situata ka qenë në rrugët e fshatrave të Trebishtit, Gjuras, dy fshatra Tërnove Madhe, Tërnove Vogël e të tjerë. Nënprefekti Muliu tha se Bashkia e Bulqizës po punon në të gjitha rrugët e dëmtuara, duke larguar inertët e rëna, mbushur gropat dhe duke riparuar pjesët e dëmtuara si pasojë rrëshqitjes së tokës. Po ashtu nënprefekti Avni Muliu tha se sa i përket situatës energjisë elektrike, mbetet normale dhe se nuk ka asnjë zonë problematike në të gjithë bashkinë e Bulqizës. Duke qenë terren malor, ka pas rrëshqitje verash, inertësh, bllokim të rrugëve rurale, fal punës bashkisë, situata është normalizuar. Ne një problem patëm me aksin Qyteti i Ri, Qyteti i Vjetër, që blloku gati për 2-3 javë. Për arsye se u moshke terminali dhe ishte e pamundur të kaloshin sidomos edhe mjetet e rëna, por to mjetet e vogla to bëshin rrugën dishin ke unaza, ke gjeologjia për ta në qytetëri ose për çku qytetar nga i Riu në Vjetër bëshin këtë lloj lëvizje. Sot kalohet normalisht, pa probleme, edhe dëshirojmë që mos kemi këtë lloj situatë. Ma problem kemi pas Tërbisht, që ka pas shemje të rrugëve rurale, edhe në fshatin Gjuras, që janë 2 fshatra, Tërbishti ka shumë fshatra, po dhe me thënë të mbledhur me një pellk gjuhët Tërbisht. Edhe ati kanë drejtë bashkia me mjetet, me forcën, që situata është normalizuar. Përshtaj përket energjisë elektrike, megjithëse kemi pas probleme, sidomos në disa fshatra të veçanta të Tërnove Vogël e Madhe, po nuk ka qenë një kozgjatje e madhe që ngelim pa energji. Sa i përket terminalit autobusëve, më në fund gjendja është stabilizuar dhe se nuk ka më prezencë të ujit.